Mirë mbrëma, kjo është një video që i dedikohet të rejave të ardhshme për muajin tetor, një video për muajin tetor, siç bëj gjithmonë unë me dy opsione. Përqendrohuni tek pyetja ose tek ajo që doni vërtet të dini më shumë, a do të vi diçka e tillë në muajin tetor, dhe zgjidhni njërin nga opsionet. Ky është i parë, ky është i dyti. Po filloj me opsionin e parë. Kam blerë letra të reja, të gjitha të mbuluara, që të mos bllokohen më për arsye pamjesh jo të veshura apo gjëra të tilla. Okej. Për ata që zgjodhen opsionin e parë, çfarë të reja është të sjelli tetori? Jetën e shpatave, diellin, duket. Jo, ne ka kështu. Okej. Këtu po vim nga një, për të gjithë, për ata që nuk kanë shumë informacion për tarot, po jo shpjegoj. Pjesa në këtë drejtim është ajo që tregon të kaluarën tuaj. Pjesa qendrore është momenti aktualisht, dhe pjesa tjetër që është në të djathtën time është e ardhmja, le të themi çfarë do të vi. Këtu kemi 10-ën e shpatave, që tregon një moment që edhe ju mund ta shikoni, një njeri i mbi ngarkuar me shumë gjëra, me shumë mendime. Shpatat janë gjithmonë mendime, janë shenjat e ajrit, janë gjëra që më shumë mund t'i kemi ne në kokë se sa i ekzistojnë ato në realitet. Në kuptimin që mund të jetë një problem apo një shqetësim për të cilin ne nuk flim dot gjumë, por që në fakt mund të jetë vetëm shqetësim e mendjes tonë. Mund ndodhi që në realitet kjo është diçka që kalon lehtësisht, një diçka që mund merret, që mund të ketë një zgjidhje. Kjo ka kuptimin që e kaluara juaj ka qenë e dhimbshme. Ka qenë një fund që ju ka shtypur një, si ta themi, një buton që ju ka dhëmbur shumë. Ka qenë një fund që ju ka rrëzuar për tokë. Ose le të themi që është mbarimi i fundit, sepse 10-a është e fundit e numrat të tarotëve. Tarot janë nga 1 te 10 numrat. Dhe thot mbyllja, 10-a mbyllja një cikli e mbyllën këtu. Domethënë ju e mbyllët të kapitull me dhimbjen, ose ka qenë këtu kem të bëjmë me një lidhje, me një marrëdhënie pune, me një marrëdhënie dashurie që ju ka mërzitur, ju ka stresuar shumë, dhe më në fund i keni dhënë fund, dhe ky është një fund që ose ka ardhur tani, domethënë ditët e fundit të shtatorit ose ditët e para të tetorit, por që do t'ju thoja që ky fundi ndjek me një letër shumë të bukur që është dielli. Se i bie drita. Dielli nuk ka as shpjegim, domethënë s'dua se ta shpjegoj, sepse ka kuptimin e një energjie shumë pozitive, gjëra të lumtura, të gëzuara që janë duke ardhur, ose probleme që janë duke u zgjidhur në këtë kuptim. Kjo ka kuptimin edhe të parave që hynë, të ardhura materiale, suksesi, po ka dhe kuptimin e një lumturie të papritur. Do të thotë që pas kësaj, pas këtij trishtimit që ju keni kaluar këtë periudhë, tetori do t'ju sjellë një moment lumturi, ose një çështje, një diçka që do t'ju ndryshojnë në 360 gradë mendimet ose jetën tuaj të përditshme. Pritëresha e lartë, që t'i bëj një përmbledhje. Ka diçka të fshehur këtu. Do ta shpjegoj në 2 versione, gjithmonë. Merreni nga situata që ju përket juve, se jo të gjithë jemi në të njëjtën situatë. Ose dikush prej ju është i mërzitur dhe i trishtuar për një lidhje që është e fshehtë, që është e mistershme. Këtu ka pasur ose ka pasur, mund të bëhet fjalë për një lidhje që është të rishem ose këput, që ai personi ikën, të trishton, kthehet prap, del dielli shumë bukur. Kjo mund të jetë një lidhje e fshehtë, ose një lidhje që ka të bëjë me një njerëz të tretë,
ose ju jeni personi i tretë, ose ai është personi i tretë, po kjo është një lidhje e fshehur që në intuitën tuaj, në shpirtin tuaj të brendshëm ju e dini që kjo është një lidhje që nuk është se do t'ju japi më shumë se ç'ju ka dhënë. Prandaj jeni dhe në këtë gjendje, po përsëri kur ai kthehet, juve ju kthehet dielli në këtë kuptim. Ky fati i shpatave, se shumë shpata pas kemi. Ky fati i shpatave ka dhe kuptimin e një njeriu që ju spionon, si ta them jo. Mund ndodhi që në këtë moment ju nuk flisni me këtë person, ne keni kuptuar, ose i keni dhënë një ultimatum o jashtë o brenda, ose i ke hajde nuk pranoj më, edhe mund t'i ketë dhënë një ultimatum, dhe ai është duke ju spionuar në thonjza, duke ju parë rrjetet sociale, shikoni çka keni postuar, ju kontrollon akoma jetën, gjërat e përditshme për të menduar. Po kjo ju domosdoshmërisht do të thotë që ai do që të kthehet me ju. Mund të jetë duke kontrolluar sepse është kurioztar, ka dhe njerëz që janë të fiksuar, ose jeni ju që jeni shumë të lënduar, se varet si gjithmonë, merrni atë si ju përket juve. Siç e ndjeni ju në këtë moment. Mund ndodhi që ju i keni thënë këtij personit o jashtë o brenda, ultimatum, nuk dua më ta vazhdoj. Edhe në një moment të me thënë, ai ka thënë ok, në rregull, sepse i pëlqente kjo pjesa, kjo marrëdhënia e fshehur, kjo pjesa, dhe këtu kja ku jeni është një vajzë që po pret një mesazh me telefonin në dorë apo letrat në dorë, që po pret diçka dhe që nuk po vjen asgjë dhe që është e mërzitur sepse thotë që kam pas të drejtë, intuita ime nuk më pas ka gënjyer, dhe jeni ju pastaj që kontrolloni rrjetet sociale apo pyesni njerëzit e tjerë, shikoni çfarë po bën ai X apo Y me jetën tuaj, me jetën e tij, çfarë po bën ai, po mendon për mua, dhe te prerja pastaj më ka dalë mbretëresha e pastunave, që sigurisht që jeni ju, në qoftë se jeni femër. Mbretëresha e pastunave është një femër pasionante, le ta nisim kështu, është në fakt është shenjat e zjarrit, që mund të bëhet fjalë për një person, do me thënë ju që po më shikoni mund të jeni shenjës së luanit, shigjetari ose dashi, por mund të bëhet fjalë edhe thjesht për një njeri që ju jeni tip që i merrni gjërat me shumë pasion, qoftë lidhjen, qoftë punën, diçka që i jepni me dëshirë shumë të madhe. Edhe kjo karta ka edhe kuptimin që je një njeri që ju i siguroni gjitha gjërat vetë, në kuptimin, nuk keni nevojë për një njeri tjetër. Po ta shikoni, kjo është një femër që po jep urdhra. Ndoshta ky personi ka kuptuar që ju jeni njeri shumë i fortë, edhe gjen tek ju atë pjesën që i mungon tek vetja, që kjo është shumë e fortë dhe kur e ndjen veten të dobët, vjen tek ju dhe kthehet dhe që po flas më tepër për dashurinë, sepse te komentet kisha marrë ankesa që e kam lënë dashurinë pas dore këto kohë dhe kam fol veç për punën. Sot do flasim më shumë për dashurinë. Po flas për atë sepse nuk kam letër të monedhave realisht, s'është se ka dalë. Pjesa me shumë mundësi bëhet fjalë më tepër për çështje ndjenjash. Atëherë, ju jeni në një moment ose sa po keni kaluar një moment të mërzitur, një moment shkëputje nga ky personi, ky mund të jetë dikush që shkon dhe vjen dhe kthehet, po e kuptoni që për këtë jeni diçka e fshehtë që më shumë se sa kaq sa që jep tani nuk besoj se do t'ju japi. Ai vazhdon t'ju ndjekë apo t'ju kontrollojë apo të shohë rrjetet tuaja sociale, se vazhdon të ketë interes se çfarë bëhet, ose ai vazhdon të ketë shpresa që mund edhe të kthehet përsëri, po përsëri të kthehet edhe të iki, por jo për të kthyer dhe për të qëndruar. Ai mendon që jeni shumë e fortë, kështu që nuk ka problem se kjo ja del edhe pa mua në këtë kuptim. Kurse për ata që pastaj kanë interes për çështjet financiare ose të punës, do thoya që këtu keni pasur një humbje në para, në muajin shtator, me shumë mundësi. Muaji tetor do t'ju japi një zgjidhje, një investim i ri, një çështje që do ju sjellë të ardhra në mënyrë të papritur. Dhe kjo pritëresha e lartë ka kuptimin që duhet i besoni intuitës tuaj, ose që
të guxoni të aplikoni në ato punën që keni dashur gjithmonë, ose të guxoni të investoni këto para e ardhura. Edhe kjo letra këtu që një thashë mund të jetë spiuni, në këtë rast ka kuptimin që për ju që dëshironi të bëni një investim të ri, ose keni në plan të aplikoni për një punë të re, ose keni aplikuar, këto janë ata persona që kanë bërë intervistën e punës dhe që janë duke pyetur ose duke marrë parasysh, duke kontrolluar kurrikulin tuaj. Edhe këtu është ajo që mbretëresha e shkopimeve që i bie një punë apo një veprimtari që ka lidhje me punën, që ka lidhje me financat tuaja, që do eci në mënyrë të shpejtë, do marri një kuptim, një rrjedh tjetër. Kjo ishte e punës. Tani shikojmë ca letra të tjera. Këto, letrat e mia të tjera të reja, këto në fakt janë shumë për dashurinë, këto janë letra që janë për jetën e përditshme. Ca gjëra që ndodhin shpejt e shpejt, që do të ndodhin 2-3 ditët e ardhshme në këtë kuptim. Tani, për të gjithë ata që 2-3 ditët deri në fund të muajit, sepse ne po lexojmë tetorin. Për ata që zgjodhen grupin e parë, Gjendja juaj aktuale në dashuri o të shpërimi. Ju thash, e di pse po ndalova, sepse kur letra duan të thonë diçka, gjithmonë ta thonë në të gjitha mënyrat. Nuk ka rëndësi se çfarë zgjedh, si bilet apo tarot. Këtu është një dëshpërim, është një njeri i trishtuar, diçka që ka marrë fund, dhe këtu është përsëri il dispiacere në italisht, pakënaqësia. Nuk po e gjej dot një fjalë. Prit jap të gjitha. Këtu kemi, kjo ana është e kaluara, kjo ana është e ardhme. Ju po vini nga një moment, le ti marr kështu. Po vini nga një moment ku ka pasur një lidhje, një diçka që ju ka bërë të lumtur, la leggjereca. Kjo është një gjë që i merr gjërat lehtësisht në këtë kuptim. Ose keni qenë në një lidhje ku ky personi tjetër i ka marrë gjërat jo kaq për zemër sa ju, i ka marrë më lehtë, ka menduar që okay, se ky është një flirt i momentit, ose diçka që do të kaloj. Këtu kemi bashkimin, që do thotë ka pasur një takim, ka pasur diçka mes jush që ose keni qenë të larguar, jeni ribashkuar dhe ju keni shpresuar që okay, ky ribashkimi do jetë ai i vërteti, edhe pastaj ndodhi që ai mendonte, shikonte gjërat më lehtësisht. Këtu bëhet fjalë për një çift, për një lidhje që ka qenë shumë më tepër se kaq. Njëri prej jush ka shpresuar, ose ju ka shpresuar, kjo flaka po ta shikoni, këto janë unazat e martesës që po shkëmbejnë. Kjo letra ka kuptimin e një kontrate, e një marrëdhënie të martesës. Është një letër shumë e bukur dhe shumë pozitive, që do të thotë, këtu ka qenë një kontratë, një martesë, një marrëdhënie shumë e bukur, martesë. Një marrëdhënie e vërtet, do me thënë, mes jush, këtu ka qenë një takim, por dikush tjetër ka marrë gjërat shumë lehtësisht se sa ju, dhe këtu kemi sospiri. Shikoni këtë letër, mendojeni këtë të ndarë në 3 pjesë. Pjesa e shkuara, në mes është e ardhme, dhe në mes është e tashme, dhe këti është e ardhme. Ky personi po shikon nga e kaluara, dhe nuk po shikon që e ardhmja është shumë e bukur, me pemë, me gjelbërim, ai shikon të shkuar. Do të thotë, këtu ka një çift, gjërat nuk janë shumë të trishtuara, këtu ekziston një çift, por ndoshta juve jeni duke menduar për dikë tjetër që është përjashtë këtij çifti, që nuk ka lidhje, ose jeni ju që nuk jeni pjesë e këtij çifti dhe që e keni mendjen që pse më merr mua kaq lehtësisht, unë dua të jem gjithashtu pjesë e këtij çifti, të këtij personi. Kjo ishte të kaluar momentalisht, domethënë kështu e keni ndier veten, sikur unë jam e përjashtuar, ose unë jam ajo e treta,
ose ky është thjesht një person që ju ka bërë të mendoni sikur jeni diçka shumë e rëndësishme ose që do të ketë diçka shumë të rëndësishme dhe pastaj ka përfunduar situata në një gjë më të lehtë, e ka marrë më spjega shumë trita këtu. E ka marrë më sportivisht, si ta them. Shumë mirë. Këtu ka një mesazh. Letra është jo domosdoshmërisht letër, mund të jetë një email, mund të jetë një mesazh. Ky person do përpiqet përsëri t'ju kontaktoj, ose ju ka kontaktuar, ju ka çuar një mesazh që ju ka thënë diçka për të cilën ju jeni mërzitur, amalat o ismur, nuk do thotë që jeni sëmur vërtet, do thotë që jeni momentalisht rënd të mërzitur shpirtërisht, disgracia përsëri. Kjo letra është pothuajse si kulla e tarove, që është një ndarje, një gjë që ju ka trishtuar. Po megjithatë, kjo doli përsëri kështu, që pas këtij trishtimit këtu erdhi direkt dielli. Dhe kjo doli e njëjta gjë. Kjo është, ka ardhur një mesazh, ju keni pas shpresa shumë të mëdha. Këtu ka ardhur një mesazh i cili ju ka mërzitur pa mas, jo se ju ka sëmurur, ju ka mërzitur në këtë sens. Dhe ju mendoni sikur, ky është fundi, tani nuk ka kthim, ose keni përjetuar këtë në një gjendje që ose jeni duke përjetuar në një gjendje që çfarë do bëhet tash me mua. Po kjo shiko, se nuk është kaq e rëndë, se duke qenë se letrat shifen edhe ditë për ditë ose një herë në muaj, kjo ka kuptimin edhe të një gjë që thjesht ishte e papritur për ju. Kjo letra, ky mesazh që u çoi ju bëri të ndjeni kaq keq sepse ishte diçka e papritur, sepse ju ndoshta keni menduar që okay, unë po pres diçka më tepër, po pres të unazën këtu, apo këtë kontratë, apo të shkojmë të jetojmë së bashku, më kupton? Dhe pastaj del që okay, ky dërgon një letër edhe kalofshi kanë një mesazh që shif se unë nuk mundet. Po megjithatë këtu është rrota e fatit. Kjo është rrota e fatit tek tarot. Është super e bukur, do të thotë kjo ka jo vetëm kuptimin fat që po vjen, po ka edhe pak kuptimin, si ta them, si një lidhje karmike, që në kuptimin ky personi që po ju dëshpëron tani, thellë me të ju keni një lidhje karmike, ju kuptoni shumë mirë, jeni të bërë prej të njëjtës materie, le ta themi, në të njëjtën mënyrë. Ndoshta fati do që gjërat të vinë në këtë mënyrë që ju të kuptoni një mësim. Edhe momenti aktual është, siç e thash, kjo letra këtu, që ju jeni në një moment që po prisni që jeni shumë të dëshpëruar, po prisni që ndodhi diçka që t'i përmirësojë gjërat. Është një dhimbje që jo domosdoshmërisht është dhimbje shpirtërore, kjo mund të interpretohet ndryshe, megjithëse këto flasim shumë për dashuri, siç u thash. Mund të interpretohet për ju që kërkoni diçka financiare, që këtu ka qenë një kontratë e gabuar nga e cila keni pritur shumë, o keni shpresuar që t'ishte diçka që i ngjante asaj një kontrate të së shkuarës, nuk ndodhi ashtu, diçka, një shpenzim i tepërt, një email, një investim i gabuar ju bëri që të ketë një humbje, edhe duket prandaj është kjo fati. Ndoshta ishte fat kjo humbja që do t'ju çojë në atë rrugën e dur, atij personit, asaj punës, atij investimit të dur të tuaj. Prandaj shikoni, momentalisht nuk mund ta shikoni kështu, por në të ardhmen ta shikoj çfarë është shprehja deliranti. Edhe kjo letra, kjo është një letër e shëmtuar, do thua pse. Se kjo ka kuptimin komplet njerëz konfuz, pa pik bot kuptimi, pa pik përqendrimi, do me thënë, ose ju jeni në këtë moment që çfarë ndodhi, se më erdhi kjo si e papritur dhe unë nuk isha përgatitur, ose ky personi vet është shumë fëminor, infantil, shiko, ky merr gjërat lehtësisht, ky është shumë i çoroditur nga jeta dhe pret. Ndoshta ky është një fat shumë i madh për ju nëse e humbët në këtë kuptim, nëse nuk ju flet më, keni shpëtuar. Pritë se do hap dhe këto letrat e tjera, se kam të letrat tjera, kam të reja. Do nxjerr 6 nga këto për ju që zgjodhet grupin e parë, një grua e moshuar,
këtu kemi një grua të moshuar që ka lidhje. Ose kjo grua e moshuar ka lidhje me faktin që gjërat janë përzierë në këtë mënyrë, kjo ka folur diçka të tillë dhe i ka përzierë gjërat, apo ka folur, ka bërë diçka që të marrin këtë të tatë pjetën, ose kjo grua e moshuar e një grua flok të thinjura, një grua në një farë moshe, ose kjo gruaja e moshuar është, do me thënë, ose e moshuar, ose ndoshta kemi të bëjmë me një lidhje ku vajza, femra është në një moshë më të madhe se sa mashkulli, sa djali. Përpiqet të mbash balancat e jetës tënde, thot, sepse në këtë moment je duke menduar unë kam prekur fundin, po përpiqet të ngresh kokën dhe të mbash balancat e tua. Ose mundësi ose lërë të gjitha të bien, të humbasin, do me thënë prandaj këtu kërkohet që një veprim i shpejt, që mos ta lësh situatën të ikje e gjitha, te këtu është dera. Mundësi të reja janë duke pritur për ty. Prandaj, ke mundësi të tjera në horizont, gjëra që do të vinë, ashtu si doli ky dielli, ashtu si doli kjo letra këtu tek rrota e fatit, që ke mundësi të tjera në horizont. I duhet vetëm të shikosh, mos ta harxosh kohën duke parë nga e kaluara, mos ta harxosh kohën duke pritur që diçka do vi nga ai personi, ti e pe që nuk vjen më asgjë e mirë, ai mund të kthehet përsëri, por nuk e di a do kthehet për qëndruar, kjo është çështja. Dhe këtu ke muajin Mars, ose për një person që ka lindur në muajin Mars, ose një person që e keni takuar në muajin Mars, është i përfshirë. Një zinxhir ngjarjesh, rrethanash do ta kushtëzojnë jetën tuaj. Do vinë disa gjëra në një mënyrë të papritur që juve as nuk i kishit llogaritur, që do të ndryshojnë etapa të ndryshme të jetës tuaj dhe që ju keni për ta parë. Duhet ta kapni mundësinë, se tash mundësia vjen, po ideja është që ose ju jeni duke parë akoma nga e kaluara, s'ka çfarë të bëjnë as letrat, as unë, as kush tjetër, por duhet të jeni të fokusuar që të kapni mundësinë që do të paraqitet. Universi apo fati do sjellë në muajin tetor diçka që nëse e dalloni që okay, kjo është puna e dur, personi i dur, okay, diçka duhet ta lë ti që të kap këtë gjën e re, atëherë do të vinë një zinxhir me gjëra të reja që do t'i japin komplet drejtim tjetër jetës. Ky ishte grupi i parë. Tani për grupin e dytë. Unë i hap shumë rëmojshëm, e di, mos më shani. Për ju të grupit të dytë që zgjodhët këto letrat këtu, atë këto janë të reja. Grupi i dytë, ok, kjo të në të tillë. Për tresha kopë. E filloj me një mbretëresh kupash, që është një femër e dashuruar, sa bukur që është pikapën. Kjo është një person që treq vëmendjen, kjo është një femër e bukur, le ta themi, po edhe një njeri që është shumë, jo vetëm nga pamja jashtëm, po është edhe shumë charmante, është edhe një njeri që mendon për të tjerët, që i suporton, që i mbron, po mund të jeni dhe ju. Nëse ju jeni femër, atëherë jeni ju që jeni njeri i dashuruar, ose që për momentin e keni diçka në mendje apo në zemër për një person. Këtu kemi kalorësin e kupave, që është princi i kaltër, le ta themi. Do të thënë, këtu ka dalë edhe mbretëresha juve, nëse jeni femër, dhe princi i kaltër dhe ky personi tjetër. Këtu kemi një romancë, kjo këtu mund të jetë edhe një propozim, ose dy njerëz që flirtojnë me njëri tjetrin, por që akoma, ose që e kanë kuptuar që pëlqejnë, por që akoma nuk janë deklaruar, ose nuk kanë thënë akoma diçka ati njëri tjetri. Ka shumë mundësi që ky djali, ky princi, ka shumë mundësi që të
të shfaqet ose të bëjmë propozim ose t'ju ftoj për kafe, për darka, diçka tjetër, po këtu do ketë një reagim që ju ta kuptoni që okay, unë në drejtimin tënd kam një interes. Këtu kemi temperancën. Kjo është një gjë që jo shumë e bukur se kjo është letra durimi. Kjo letra ka kuptimin e nuk është se kjo propozimi do vi sot për nesër. Kjo është një njeri që i merr gjërat pak shumë qetësisht, i merr pak shumë shtruar, ose është një njeri që i pëlqen të ketë një terren të sigurt, pastaj të veprojë. Edhe një gjë do ta bëjnë drejtimin tuaj, por që nuk e di konkretisht se kur. Ky është edhe një njeri që vendos balanca në jetën e tij. Nëse ju e njihni nëpërmjet një grupi shoqëror ose nëpërmjet një grupi pune, ky është një njeri që ka frikë që të prishë këtë balancën o në shoqëri apo në punë, thot po sigur mos pëlqejmë dhe pastaj mos flasim më fare në këtë kuptim, ose thot po sigur ajo të mos më pëlqej dhe ja humba unë me këtë propozimin tim. Ose bëhet fjalë pastaj, nëse bëhet fjalë për një person, po e them këtë se shikoj edhe këtë pjesën e shkopimve këtu. Se kjo këtu është, kjo letra është rivalitet, kjo janë pengesa. Ose ju e keni njohur, po mund të jetë sport, le ta marrim edhe nga ana tjetër. Ose ju e keni njohur në palestër, në fitness diku, këtë personi që ka lidhje me sportin dhe jeni bashk, ose pastaj ka një rivalitet këtu për këtë personin, ose ju keni tashmë një njeri në shtëpi, një burrin, bashortin, ose ky ka dhe dikë tjetër që e pëlqen dhe që ka frikë që po t'ju thoj juve që shiko se mua më pëlqen ose do doja të di, ka frikë se ky do prish ekuilibrat sepse është dhe një person tjetër që është interesuar për këtë, dhe do prish ekuilibrat në punë, do prish ekuilibrat në atë marrëdhënien e tij, marrëdhëniet e tjera të tij me njerëzit e tjerë që e rrethojnë. Që këto domosdoshmërisht mund të jenë bashortja, mund të jetë një njerëz që thjesht e pëlqen këtë, edhe ai nuk do që ky person i tretë të përfshihet edhe të ose ju jeni të gjithë. A di pse po mendon kaq? Se kjo është katra pas punave, që është familja, miqt, shtëpia, është një bashkim, është një bashkim, një festim, le ta themi, një fest në familje apo një fest në një grup që është si familje. Ose këtë personin e njihni përmes njerëzve të tjerë të familjes, dhe ky ka frikë që të dalë hapur me një propozim apo me një kudion, apo t'i thoj familjes sepse ka frikë se mos prish ekuilibrat në familjen e tij, ose mos personat e tjerë të familjes do i thonë që nuk bën ajo për ty në këtë kuptim, ose ju e njihni në një grup pune që e shikoni që jeni çdo ditë atje, ose në fitness, siç e thash, që jeni çdo ditë atje dhe jeni bërë si të familjes, dhe ky thotë që nuk dua që të ma marrin vesh këta të punës, se ja se më prishin ekuilibra, se më prish puna, se pastaj fillojnë kjo, se fillojnë të gjykojnë edhe vajzën dhe kështu gjëra. Dhe prandaj ky ka dëshirë, ka ndjenja, janë kupat, janë ndjenja në drejtimin tuaj, ashtu si edhe ju e shikoni, e keni kuptuar dhe ju keni diçka për këtë. Por të dy që jeni duke pritur që tjetri të bëj diçka, edhe me se shoh unë, ky nuk është se do nxitohet sot për nesër, shumë shtruar nga le ta themi kështu. Cilat ishin letrat e tjera që hapa të dyta tash? Do ta mendoj. Këto. Letrat e dyta, këto si pilat që ta shikon për jetën e përditshme. Për ata që zgjodhen, më doli dashuria apo jo. Ja, këto kishe shumë kupa për ju të grupit të dytë. Për ju të grupit të dytë kemi Giovanna Fanciullo, bazere. Kështu direkt. Mirë. Ok, këtu kemi një njeri që është i treshë, për vetere, ju duke një bukur nga jashtë, për në sytë e këtij personit,
ju dukeni shumë bukur, jeni tërheqëse, jeni një njeri që ky ikën mendja, po këtu është edhe figura e të dashurës. Kjo është figura femërore që mund të jeni ju, ose mund të jetë një figurë tjetër femërore që është pranë këtij personi. Domethënë ky e ka tashmë një ajo tjetër pranë teje, ndoshta ose e ka pasur se këtu është e kaluar, më falni. Është një figurë femërore pranë ti që nuk është as shkëputur tamam dhe as lidhur tamam, le ta themi kështu. Kjo dona di servizio ka dy kuptime, prandaj po se duhet të shikoj dhe letrën tjetër. Ose këtu bëhet fjalë se shikoni, kjo është një femër që po fshet diçka, shikoni të pas fustani po fshet. Ose këtu është një femër tjetër që është e fshet, është një histori e fshet e këtij personit, ose që ky ka pasur në të shkuarën dhe që nuk do që ju ta merrni vesh, ose kjo historia juaj është një histori e fshet, është diçka që ky do që ta mbaj akoma të fshetë. Këtu është tekja që është fundi. Unë them ndryshe tani. Unë them që mund të jetë fjala ky personi ka pasur një njeri tjetër, një dashuri, një lidhje, diçka të cilën e ka pasur të fshetë, jo shumë më të madhe, jo shumë të përhapur, të cilës i ka dhënë fund, ose ka qenë duke i dhënë fund, ose i ka dhënë fund në momentin që ju pa ju, ose kur ju pa, ose ju pa, ju takoi, ju njohi në këtë sens, ose si besoj që ka qenë dashuri me shikim të parë, edhe mund të ketë parë një njeri tërheqës, tek ju mund të ketë parë një njeri që elegant në këtë kuptim, edhe i mendoj që okay, po jap fund, domethënë, dhe le ta shikoj këtë si opsion, nuk përqendruar. Dhe në të ardhmen, po s'kam thënë vetëm 3, më mungon 1. Ja, pas kam pasë. Te ti ka ardhmja kemi pastaj hajduti, një surprizë pa pritur. Unë do të thëja keni kujdes. Është dikush që është tepër shumë falso në drejtimin tuaj, ose në kuptimin, ose është një njeri që bën sikur nuk është interesuar dhe është tepër interesuar madje, po përpiqet ta fshejë këtë me vullnet, diçka e tillë, ose është një njeri i cili ju ka vjedhur zemrën dhe bën sikur po edhe ky është i interesuar, po që në të vërtetë duket sikur ky është falso, edhe në të tjerën është shumë i lumtur. Shikoni, kjo lumturia këtu është me 3 veta, nuk është me 2. Ta njerëz që po festojnë, ky është i lumtur në grup, në kuptimin jo ashtu si mendon, në kuptimin me shoqëri, me miq, mjafton të ketë shumë njerëz afër, nuk jo domosdoshmërisht të po vuan për ju në këtë kuptim. Ndërkohë që kjo letra këtu që jeni juve në momentin aktual është një grua apo një mike, ose ju momentalisht jeni vetëm një mike apo një person i afërt në rrethin e tij, nuk është se jeni ajo. Prandaj them që ky personi këtu e ka mbyllur, ose e ka mbyllur se pret ta mbylli me dikën në të kaluarën e tij, por që ky ose me ju diçka tjetër. E ka mbyllur me ju, por që pret akoma që okay, do vi diçka, ose e ka mbyllur me këtë femrën tjetër dhe po pret që të dalë diçka e re me ju. Por unë do thoya që keni kujdes, edhe sepse ky është edhe pak ta themi pak si Don Juan, është këtu del hajduti. Hajduti ka kuptimin e një njeriu që të vjen zemrën edhe ikë në këtë sens. Jo, ky është një njeri që i merr gjërat lehtësisht, që edhe dëmet që bën, okay, rëndësi ka ky, jo. Nuk është se do vuaj edhe do mërzitet, po prap nuk është gjë e keqe, se këtu konsolante sorpreza është një letër që domethënë do një gjë e papritur që do t'i gëzoj në mënyrë që se kishit pritur, në mënyrë
po kjo tani nga erdhi, le ta themi kështu, është domethënë, po megjithatë kjo është edhe diçka për cilën ju keni luftuar. Thjesht nuk e kishit menduar që ose është ky propozimi që ai mendon t'ju bëj. Ju e keni pritur, është merita juaj, por që ndoshta në këtë momentin që vjen ju nuk e kishit menduar. Po kuptoni gjithsesi këtu ka një veprim, ka një të ecur përpara, një mënyrë e të vazhduarit gjërat. Sikur mendoj që ja, edhe letra prapë. Nga ana e këtij personit ka një reagim, ose një propozim, ose do t'ju kontaktoj, ose kërkon që dali me ju nga ky momenti i apatis, nga ky, ose nëse jeni, se këtu duket sikur ju momentalisht nuk jeni asgjë, ose e pëlqeni, ose jeni thjesht miq, diçka tjetër, një gjë që fillon nga miqësi që të bëhet diçka tjetër, po këtu ky ka, ose ju mund t'jeni edhe ju që keni këtu disa çështje pezull që si keni mbyllur tamam, ose i keni mbyllur, po prap jeni duke pritur, ose është ky duke pritur që ti sqaroj, ti vendosi në përvende. Edhe këti nga ana tjetër kemi një njeri që sillet si person, si njeri i dashur, i mirë, ose sikur do donte t'ju ndihmonte, por që realisht është dikush që duhet keni kujdes se jo domosdoshmërisht ju do të mirë, le ta themi. Edhe për sa i përket këtij personi, ky është shumë i interesuar, po është kalorsi i kupave, që është jo edhe romantik, po që është edhe pak Don Juan, është edhe pak tipi që ai di si të flirtoj, di si të sillet me femrat, po që është edhe tipi që nuk ka problem që dhe po i the jo, ai do dali me miqt dhe është në rregull. Kjo është e gjitha. Marrim edhe 6 nga këto letrat e tjera. 6 morëm për grupin e parë, 6 do marrim edhe këtu. Ç'po mendova. Unazë. Po këtu kemi propozim. E kemi këtu. Kemi unazën që thot një martesë do të ndodhi, do të marri formë, ose nëse nuk është çështje romantike, atëherë do të jetë një çështje biznesi, për ju që nuk po shikoni për romancë, nëse keni shpresa për diçka të tillë, po shiko. Tek këtu më del unaza që thot martesë, që po vjen, dhe këtu më del zemra që do thot dashuri, një dashuri pa kushtëzuar, ose një afeksion i pa kushtëzuar, dhe të kujdesesh për njëri tjetrin, që kjo nuk është thjesht një lidhje, kjo është një gjë që është pak më e thellë se sa vetëm kaq, vetëm një lidhje apo një takim. Një fat shumë i mirë, tërfili nuk ka nevojë as për kthim. Të ardhra financiare që do të vinë nga diçka të cilën ti ke bërë në të kaluarën, ose këtu bëhet fjalë për një person që ju e keni njohur në të kaluarën, po që vetëm tani po bën një hap përpara dhe po e shikoni si një lidhje konkrete, ose këtu bëhet fjalë thjesht për fitime para që hynë në muajin tetor, se jemi akoma te muaji tetor, sepse përsëri këtu fitime financiare, do të thënë të ardhur o grupi i dytë, ju shkeni zgjidhur grupin e dytë, paske financat bukur fare në tetor. Këmbgulni dhe ju do t'i kaloni problemet, thot kjo, se po e shikoja kjo letra këtu. Ndoshta jeni në një moment konfuziteti, siç e thash, ose një moment ku po prisni të dy që njëri të bëjë reagimin tjetër. Këtu ka një propozim, këtu ka një çështje që edhe në qoftë se nuk bëhet fjalë për martesë sot për nesër, domethënë mund të bëhet fjalë për një lidhje që do dëshironi që ta merrni vesh të gjithë, që dilni të hapur, ose një lidhje të cilën ju shkoni të bashkëjetoni, ose edhe një kontratë paramartesore, diçka e tillë. Por që këtu ka ndjenja që janë të përfshira nga të dy anët,
Dhe këtu ka një fat shumë të bukur që po vjen për ju të grupit të dytë, që duhet vetëm të keni pak durim se gjërat nuk ndodhin kaq shpejt dhe muaj tetor do të sjellë gjëra të bukura. Më lini like ose koment edhe pranoj çdo kritikë të tuaja, do t'ju bëj së shpejti një video vetëm për dashurinë.